çfarë periudhe të kujton, çfarë momenti historik të kujton kjo protestë dhe kjo lëvizje në historinë e Shqipërisë, nëse të kujton diçka revolucionin e 24-s, zhvillimin e 97-s. Më shumë e shikoj si 1914-15, madje këtu mund sjell një shembull historik, që në fakt është dokument. Sigurisht që në 14-ën kur filloi revolta, kryengritja kundër Vidit, sapo kishte filluar trupi huaj diplomatik të atashojnë në Shqipëri, por ishte Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit që kishte përfaqësuesit e tij që ndiqnin ngjarjen nga afër. Dhe përfaqësuesi gjerman i KNK-s shkon në Shijak dhe shikon që ishte mbledhur një tuf fshatarësh. Edhe i pyet se ka shkruar raportin për Berlinin, edhe unë kam studiuar këtë periudhë me dokumentacionin e Ministrisë Punëve të Jashtme të Berlinit, pra është dokumentacion gjerman. Për çfarë jeni mbledhur? Do bëjmë revolucion, ishte përgjigja. Dakor. Kundër kujt? Asnjë nuk thoshte dot një mendim të pjekur se çfarë deshte vërtet turma. Dhe për fat keq e shikoj si sot. Filloi me Flamingo, pastaj vjen një kohë që revolucioni e fsheh kokën si struci, nuk artikulohet se kush janë, çfarë janë edhe si e shikojnë, po vetëm vazhdojnë edhe duke mos dalë. Madje edhe sot që flasim, një dita 25, 26 që mund të jetë, ende nuk dim, domethënë se në cilët janë vërtet organizatorët e saj. Dhe kjo e ka marrë si thuash Kosto,